do ja ulam bizneseve, do ja ulam qytetarëve, do ulim taksat, por me ato që mbetën, të supozojmë do mbetën 6 miliard, 5 miliard. Të parat, akti parë të kthejmë parat që kemi marrë qytetarëve. Parat qytetarëve u kthejnë me paketën e dhimbshurisë, me rritjen e rrogave dhe pensioneve. Këtë bën çdo qeveri e përgjegjshme në botë. Çdo qeveri. Nuk është vonë kjo. Vonë është, por efekti është i menjëhershëm. Pra, a do ketë efekt të themi, po të menjëhershëm. Së dyti, biznesi. Ju e patë çfarë ulje të madhe që i bëjmë barsë fiskale, frymëmarrje më e madhe, çmime më të arsyeshme, mundësi investimi më shumë, mundësi punësimi më shumë, mundësi për të paguar punëtorët më mirë. Pra janë të gjitha këto masa konkrete që bëjnë plotësisht të besueshme kthesën. Unë nuk mund të them se Shqipëria demografikisht do të shërohet për 4 vite. Por për 4 vite ne duhet të bëjmë gjithçka që numri i qytetarëve në Shqipëri të fillojë të rritet. Se ne kemi rënë sot jemi në treguesit demografik të vitit 1960. 1960 me sot i bie 65 vite humbje, kthim prapa. Nuk kompensohet për 4 vite. Duhet një politikë shumë e fortë, demografike që të arrijmë kompensimin. Kosto e sjell për buxhetin ulja e taksave në një kohë që nga kampi tjetër deklarohet se kjo ulje është e parealizueshme. Këtu ne jemi në një fushë jo të panjohur, po të njohur fare. Në vitin 2005 ne erdhëm pushtet dhe vendosëm për herë të parë në Europë taksën e sheshtë. Të gjithë na panë me mosbesim të madh, me skepticizëm, me xhelozi dhe me lakmi. Por përgjegjësinë e keni vetë, na thanë. Ne nuk u mbështesim. Po pësuot probleme nga kjo, kolaps, jeni përgjegjësiu. Po, thamë, ne jemi përgjegjësim, s'kemi nevojë. Çfarë ndodhi? Pas 6 muajsh, ne atë vit patëm një shtim prej 300 milion eurosh në buxhet. Jashtë parashikimit. Jashtë parashikimit. Dhe ata e panë, fondi që është një alat shumë i mirë i Shqipërisë, e pa që eksperimenti ynë ishte sukses. Dhe ne u thamë, tani ne prap do vazhdojmë. Çfarë do vazhdojmë? Këtë 300 milion do e lam biznesit, do e ulim taksa tjera biznesit. Dhe ja ulem. Dhe prap të ardhat u shtuan. Gjenjen, po të thoshen Edi Rams, gjenjështar shtu asgjë të re. Gjenjen, kur thot se të ardhat ishin aqe. Të ardhat e vërteta reale në 2 mandatet tona u dyfishuan. Të ardhurat me gjithë se dyfishuan taksat. Në 3 mandate, në 12 vite të tyre, ende nuk janë dyfishuar plotësisht. Pra me gjithë dyfishimin e taksave, që me dyfishimin e taksave, në qoftë se ti mblidhje me korrektes, duhet dyfishohesh në qyr mandatin e parë. Me dyfishimin e taksave. Jo, as të parin, as të dytin, as të tretin tamam.
po ai jep shifra se çfarë bën, se është i pakt shumë nga ana e njohurive, ai merr euron që kushtonte në atë kohë 138 lek me euron që kushton sot 90 lek dhe bën spekullime me kurset. Po, nuk ke që bërë, nuk ke që dorë. Dhe një pyetje të fundit, zoti Berisha, ju së bashku me kryeministrin socialist para 20 vitesh ndoshta futët një kulturë të re në politikë, atë të debatit publik. Përse kryeministri aktual refuzon ftesën tuaj të vazhdueshme për të përballur në një debat të tillë? Kryeministri aktual ka kodin e mafjes. Është padrinu. Se këtë që bën ai në debatin televiziv me ballafaqim e kandidatëve, që ka ndaluar ballafaqim e kandidatëve, me refuzimin nga ana e tij të çdo kontakti me gazetarë. Ai sot, ai dhe Kim Jong-un janë të vetmit kryeministër në botë që s'pranojnë asë një pyetje nga asë një gazetar se nuk takohen me ta. I vetëmi. Dhe natyrisht vetë nuk pranon të ballafaqohet në studion televizive për programet. Tradit kjo të themi realitetin, e krijuar, e filluar në vitin 1991, kur partia e krimit ishte parti i pune, por vendosën të respektojnë disa rregulla elementare të transparencës. Dhe në atë kohë ballafaqoheshin për programin përfaqësuesit tanë dhe përfaqësuesit e partisë punës në televizionin shtetëror, se ishte mjeti i vetëm. Kurse sot ai ka ndaluar omerta, kodi i mafjes. Çdo lloj komunikimi. Pra, ai po zbaton haptas kodin e omertas. Dhe është i pashpres. Faleminderit. Faleminderit. Tani, jep jo.